Të huajt e pasur që paguanin për të vrarë civil në Sarajevo. Prokurorët në Milano kanë hapur një hetim ndaj disa turistëve italian që dyshohet se kanë paguar deri në $116.000 për të qelluar mbi njerëz të pafajshëm në një turizëm snajperësh në Sarajevo, kurse për vrasjen e fëmijëve kushtonte më shumë. Këta pasanik akuzohen se kanë udhëtuar drejt qytetit gjatë rrethimit 4-vjeçar të Sarajevës nga milicët serbo-bosnjak të viteve 90 në kulmin e luftës së Bosnjës. Midis viteve 1992 dhe 96 shumë se 10.000 njerëz u vranë në Sarajevo nga bombardimet dhe zjarri i snajperëve, gjatë rrethimit më të gjatë të një kryeqyteti në historinë e luftës moderne. Turistët që dyshohet se kishin lidhje me qasje të ekstremit të djathtë thuhet se paguanin antar të ushtrisë serbo-bosnjake për udhëtime fundjavë drejt qytetit të rrethuar, ku merrnin pjesë në masakrimin e banorëve për çejf. Sipas dosjes së hetimit, ata fluturonin nga Trieste në Beograd me një linjë ajrore serbe për të bërë snajper fundjavë dhe për të bashkuar në rrethimin e përgjakshëm, duke paguar deri në $116.000 por vrasja e fëmijëve kushtonte më shumë, sipas raportimit të El Pais. Këto pretendime bazohen në deklaratat e dëshmitarëve të mbledhura nga gazetari dhe shkrimtari Ezio Gavazeni, ankesa ligjore të cilit në fillim të këtij viti shkaktoi hetim aktual. Nuk kishte motive politike apo fetare, shpjegoi Gavazeni, si citohet në The Guardian. Ata ishin njerëz të pasur që shkonin atje për argëtim dhe kënaqësi personale, po flasin për njerëz që i duan armët, që ndoshta shkojnë në poligone qitje ose në safari në Afrikë. Akuzat u sollën në vëmendje pas dokumentarit të vitit 2022 Sarajevo Safari nga regjisori sloven Miran Zupanić, i cili mblodhi dëshmi mbi mundësinë që italian dhe shtetas të tjerë të pasur të kishin paguar për të udhëtuar në Sarajevo e për të qelluar mbi banorët e saj. Të huajt e pasur qëndronin në kodrat përreth Sarajevës për të qelluar mbi kalimtar të rastësishëm, jetët e të cilëve ishin të mbushura me frikën e përhershme se mund të bëheshin shënjestër e snajperëve gjatë rrethimit të qytetit. Turistët akuzohen se kanë paguar shuma të mëdha parash për trupat e ushtrisë Radovan Karagjicit, ish udhëheqësit serbo-bosnjak, i cili në vitin 2016 u dënua me 40 vjet burg për gjenocid dhe krime të tjera kundër njerëzimit.